Ne nuk marrim direktiva nga askush se çfarë do të predikojmë ditën e dielën. Direktiva është që leximet janë për gjithë ne njësoj. Mbas të leximeve nga kreu, domethënë në mënyrë hierarkike. Nga askush. Leximet janë njësoj, edhe ato leximet që kemi ne në bazë të kontaktit që kemi me njerëzit, arrijmë të kuptuar se çfarë kanë nevojë ata njerëz sot. Edhe marrja direktiva është vetëm në aspektin shpirtëror. Përsa i përket votimeve, ne kemi për detyrë të ftojmë njerëzit të marrin përgjegjësinë e tyre ligjore, njerëzore që të votojnë. Por nuk mund të heqim asnjëherë dorë të denoncojmë një padrejtësi që ndodhet. Se nëse një prift, një hoxh, kushdo qoftë ulëqës, nuk denoncon më. E ka humbur rolin e vet. Çfarë bën? Me jo vetëm shpallin, ne do të denoncojmë edhe mënyrën e jetesës që nuk është e drejtë. Ne kemi folur për kur ishte koha e drogës, kemi folur për shpopullimin, kemi folur për shumë tematika të tjera në Shqipëri. Edhe kjo ka bërë më shumë bujë. Pse do të bëj bujë? Kjo është një rol i priftit. Do fokusohemi tek... Po nëse politikanët ju ndryrin juve për shembull të thonë bani dhe ju një kështu për pasurit tuaja ku i keni gjetur kështu kupton do të ishte mirë të ndryrin ata në sferën tuaj. Por këto 30 vjet ku i keni gjetur lekët që keni bërë kishat, ku i keni gjetur lekët që keni bërë shtëpit, fjala vjen kot po them një vilë ose një në qoftë se do fillojnë dhe me ju të bëjnë një gjë të tillë, ju si do ta ndjenit veten? Deri tani bankat e bëjnë, shteti e bën. Kur ne na vjen një donacion, kërkojnë nga erdhët donacione. Nuk është se nuk bëhet. Pra, shteti kërkon llogarinë, kërkon ne për ndërtesat, kërkon legalizimin, nuk na ka privilegjuar në një gjë, përkundrazi, to 30 vite nuk janë kthyer ato çfarë është e jona. Eksakt, ai është problemi i madh, do kemi rast të ta trajtojmë.